Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Onandi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Sot jemi ditë e enjte, edhe dhe shënon 26 mars për vitin 2026. Ne do të qëndrojmë edhe këtë të enjte si çdo mëngjes nga ky moment edhe deri në orën 9 me rubrikat e përditshme, edhe njëri përmend patjetër, ndoshta edhe për ata që mbrin për herë të parë në ekranin e Report Televizion edhe në programin Shtypi ditës dhe ju. Tirësor të gazetave, mediat online me zhvillimet më të fundit, do të rikthehemi pas sot 30 vite, që do të thotë, pra do të shohim çfarë shkruan Shtypin e ditës si sot 30 vite më parë, me një kongres Partisë Socialiste në atë kohë që në opozitë dhe që bëi gati për zgjedhjet e 26 majit, që do të ishin me të vërtetë në një farë mënyrë, po e themi zgjedhje të tmerrshme, kaotike, të shoqëruara edhe me dhunë. Komunikimi së bashku, sot në fakt do të fokusohemi tek ndeshja Poloni-Shqipëri. Është një ndeshje dhe një mbrëmje historike për futbollin shqiptar. Ne në përditshmëri merremi me politikë, me aktualitet, me problematika. Ditën e sotme të fokusohemi tek futbolli, megjithatë kur bëhet fjalë për ekipin kombëtar, për të do të kemi mundësi të diskutojmë edhe nëpërmjet ftuarit në studio, po ashtu për ndeshjen, por dhe për Kosovën. Do ndalemi se dhe Kosova luan me Slovakinë, parashikimi i motit, parashikimi i yjeve, po ashtu. Përpara se të nisim pasqyrën e Shtypit, dhe sot do ta nisim pak më ndryshe me Panorama Sport, shohim së bashku çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotme, pra gjatë kësaj të enjteje. Sonte në mbrëmje, duke nisur nga ora 20:45, luhet ndeshja gjysmë finale e play-offit për kampionatin botror Poloni-Shqipëri. Pas ditën e dieshme, ekipi kombëtar është stërvitur i plot në stadiumin PG Arena të Varshavës dhe gjithë futbollistët janë në dispozicion. Poloni-Shqipëri është një ndeshje shumë e rëndësishme, historike, sepse për herë të parë Shqipëria, kombëtarja e futbollit, arrin në këtë fazë me ëndrrën për të kualifikuar në botrorin amerikan. Sonte në mbrëmje, qoftë edhe me kohë shtesë apo edhe me penalti me 11 metërsha, do të ketë një fitues. Shpresojmë të jetë Shqipëria për të vazhduar ëndrrën e botrorit, por më pas jo gjithçka mbyllet sot, jo që sonte mund të shkojmë në botror, do të kemi edhe finalen e play-offit me njërin prej ekipeve Ukrainë-Suedi, kush fiton edhe nga ato. Dhe po ashtu edhe për futbollin në Kosovë, pra mbar për futbollin shqiptar, është një mbrëmje historike, sepse në play-off të botrorit për të parë luan edhe Kosova, sonte 20:45 është Slovaki-Kosovë. Gjatë ditës së sotme, duke u ndalur tek procesi për zgjedhjen e drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit, përpara 2 ditësh 14 kandidatët janë intervistuar për gati 10 orë dhe në fund procesit të intervistimit, siç e parashikon edhe ligji dhe rregulli, brenda 40 tetorëve, pra deri gjatë ditës së sotme 26 mars, komisioni i posaçëm që ka bërë dhe intervistimet i dorëzon ministrit të brendshëm, në këtë rast Besfort Lamallari, listën me 3 kandidatët më të vlerësuar nga 14 që janë në garë. Dhe më pas është ministri i brendshëm që e përcjell Këshillit të Ministrave emrin e njërit prej kandidatëve, jo domosdoshmërisht atë më të votuarin, pra siç parashikon edhe ligji. Dhe do të thotë, do të zyrtarizohet, ndoshta jo që ditën e sotme, por do të marrë udhë emri i drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit. Vjoj me pasqyrën e Shtypit, e theksova sot jo me Panorama për zhvillimit nga aktualiteti, politikat e tjerë, por me Panorama Sport për ndeshjen e ekipit kombëtar. Nisim pak më ndryshe, pa u bërë të bezdisshëm. Besoj është një sfidë që prej muajsh të gjithë mezi e kanë pritur. Poloni-Shqipëri për play-offin e kampionatit botror. Asnjëherë nuk kemi shkuar në këtë fazë dhe asnjëherë nuk kemi shkuar në kampionatin botror. Duke nisur që mbrëmjen e sotme, kemi mundësi ta bëjmë diçka të tillë. Shohim numrin e kësaj të enjteje në Panorama Sport për datën 26 mars të vitit 2026. Do ta kemi në ekran dhe do të ndalemi më konkretisht. Shqipëri o sot o kur. Pra edhe ky titull apo kryartikull në Panorama Sport tregon gjithë rëndësinë e ndeshjes. Pra edhe një herë Shqipëri o sot o kur. Sot ora 20:45, kuqezin sfidojnë Polonin në play-off. Kështu quhet faza, pra faza e play-offit të botrorit. Rruga drejt botrorit, Varshava kuqezi me tifoz, ndryshon sulmi kombëtar. Silvinjo, trajneri, ka deklaruar 2 muaj pa gjumë për këtë ndeshje
presioni është mbi polakët. Gjimshiti, rasti madh për ëndrrën botëror. Strakosha ka deklaruar kur nuk do të luaja për Greqinë, ndërsa në këtë foto është një moment nga seanca stërvitore ditës djeshme në stadiumin e Varshavës. Kalojmë në këto momente tek Kosova, sepse dhe Kosova është në të njëjtën fazë dhe situatë. Foda dhe Muriqi, pra trajneri dhe sulmuesi kryesor i Kosovës, kanë deklaruar pa justifikime Kosova fiton në Slovaki. E nëse Kosova fiton sonde në mbrëmje në Slovaki, në finalen e play-offit, Kosova do të luajë me fituesen e Turqi-Rumani, Shqipëria do të luajë me fituesen e Ukrainë-Suedi. Mbetemi tek i njëjti argument për tek play-offi botrorit, Italia, e treta e vërteta, Gattuso deklaron ndeshja e karrierës, sepse edhe Italia, kampion e botë, imagjinoni, është në këtë fazë, në fazën e play-offit. Spanja, De La Fuente, 3 vite dështime dhe suksese. Zhvendosemi në Liverpool, Alonso ja kushtet për pasuesin e slot Gjermania, Havertz, për fillim të ri me kombëtaren. Dhe së fundmi pjesën fundore të Panorama Sport, do të jemi me zhvillimet nga futbolli në vend, kryesisht tek ekipet e kategorisë superiore. Ish kapiteni Elvin Beqiri deklaron vllaznia favorite jashtë i rikthehet titulli. Partizani, Pano, dyshonin për Kërnajën, por solli siguri. Çështja, flamurtari ngrin trashin, reagim pikant i vlonjatëve. Nga Besnik Dizdari Montlezoni, viti 1962, botërori i harruar i Shqipërisë. E lëm pas Panorama Sport, këto ishin zhvillimet kryesore, Shqipëria sot të kur për ndeshjen e play-offit e ekipit kombëtar. Kalojmë në këto momente në gazetën Panorama për gjithë dhe për të marrë zhvillimet nga aktualiteti që pasqyrohen në këtë të përditshme në numrin e kësaj të enjteje. Energjia elektrike denoncoi abuzimet e Ballukut, eksperti deklaron më kërcënuan familjen. Mesazhi, eksperti i energjisë Eduard Delezi denoncoi dje publikisht në televizion se i është kërcënuar familja, gjë të cilën e lidh me deklaratat e bëra për abuzimet në sektorin energjetik dhe akuzat ndaj Belinda Ballukut. Ai tha se bashkëshortes të tij i është kërkuar që të mbyll gojën përmes një mesazhi kërcënues nga persona të paidentifikuar, ndërsa ngjarja është denoncuar në polici dhe prokurori. Në faqen 3 mund të lexoni edhe më tepër se ç'bëhet me dije në faqen e parë. Projekti 10 milion euro, Partia Demokratike akuzën ndaj kryetatimores Lala për fshehje pasurie. Nga këshilltare e Petrit Malajt në krye të tatimeve Tiranë, denoncimi që është bërë. Ecim më tej dhe fokusohemi në një material që ka të bëjë me çmimin e naftës. Diferenca, nafta në Shqipëri gati dyfish me shtrenjtëse në Maqedoninë e Veriut. Alarmi i ekspertit mund të përsëritet kriza e 97-s për sa i përket edhe naftës apo këtij sektori. Paralajmërimi, Buxhuku, rrezikojmë një rënje të dytë të piramidave në thonjza në Shqipëri. Shtjefni thekson kriza zinxhir, pra që do të thotë ndikon edhe në çmime dhe në sektor të tjerë. Nga profesor doktor Kim Drasa Montlezoni, prostata e zmadhuar, një keq kuptim i rrezikshëm mjekësor. Të përndjekurit lista me përfituesit e këstit të 5. Shkrimtari Zia Çela, romancieri që transformoi prozën shqipe. Zhvendosemi me rubrikën Histori Dosier, vjen nga Pëllumb Vreka, sot në faqet 14-15 në brëndësi dhe jo në faqet 16-17. Dhurata që mori Enveri, vizita e Hrushovit, më 1959, masat ekstreme kundër gjerprinjve në Butrint dhe opinionet e ditës, dy janë ato që pasqyrohen në faqen e parë e që mund i lexoni në brendësi, janë këto. Nga profesor doktor Arben Malaj, ish ministri i Financave mund të lexoni SPAK, mbroje nga babëzia Margaritarin e Vlorës. Pra SPAK, mbroje nga babëzia Margaritarin e Vlorës. Agron Gjekmarga i shkruan, kronika lëvdon tezen dhe drithërohet për kokën e mamicës. Mirë, ishte gjithçka edhe në Panorama. Kalojmë me gazetën Tema në këto momente. Si çdo ditë dhe si çdo mëngjes, tema është e radhës pas gazetës Panorama, megjithëse sot e nisëm me Panorama Sport. Në fotën kryesore Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike. Jemi me numrin e kësaj të ende për datën 26 mars në Tema të përjashtuarit. Pse këshilltarët e PD-s duhet punojnë për PS-n? Më tepër lexoni faqen 3. Pra në një farë mënyre, argumentet që jepen për përjashtimin e PD-t e tjerë, më shumë të janë që punojnë, kanë punuar për PS-n e tjerë. Dhe
në këtë shkrim thuhet që pse, realisht pse këshilltarët e PD-s duhet punojnë për PS-n në faqen 3, lexoni më tepër. Berisha i shpall tradhtar 2 demokratët e Durrësit punuan për Partinë Socialiste, ajo që sapo thash. Saljani zbulon momentin e thyrjes së madhe me Sali Berishën. Rubrika Histori Dosier, dëshmia e ish kryeinxhinierit të RTS-s, sekreti nga Komiteti Qendror mbi gjyqin e Mehmet Shehut. Më tepër në faqet 10-11 në të njëjtën hapësirë në gazetën Tema. Në pjesën e sipërme në këtë të përditshme, po ashtu mund të lexoni. Hakerat iranian sulmojnë postën shqiptare, i shërbejnë koalicionit të Epsteinit. Antena brenda familjes muli shpjegon pse ka kërkuar dhoma të fshehta dhe 500 vula sigurie nga KQZ-ja për zgjedhjet në Partinë Demokratike. Profil, kush është portugezi Ruben Saraiva që ekzekutoi Ardian Nikulajn. Nga Merobaze mund lexoni, zgjedhjet duhet i bëj KQZ, jo kutit e KQZ-s. Ecim me një tjetër opinion që vjen nga gazetari dhe botuesi Carlo Bolino, i cili shkruan: liberalizimi i shpifjes, pak a shumë kjo është edhe pyetje, jashtë standardet e Bashkimit Evropian përgënjeshtrojnë Silvio Gonzaton, këtij fondit besoj gjithë e dini është ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë. Dhe nga Ylli Manjani, ish ministër drejtësie, vjen opinioni me titullin Banesa dhe hapësira private nuk garantohen si të paprekshme. Po, ky është standardi kushtetues i paprekshmërisë së banesës që është dhunuar nga Kodi i Procedurës Penale, madje edhe i reformuar, shkruan ndër tjera Ylli Manjani. Ndërkohë ne lëm pas edhe gazetën Tema, sepse përfunduam edhe me këtë të përditshme. Zhvendosemi me gazetën Dita. Nëse do të shohim zhvillimin kryesor të gazetës Dita, është një investigim, eksaktësisht investigim edhe siç pasqyrohet në faqen e parë, dhe sot është pjesa e tretë. Do të thotë edhe në 2 ditët e kaluara në gazetën Dita ne kemi lexuar për këtë çështje. Pra, investigim pjesa e tretë, shkresa që u fsheh dhe farsa në KLP. Publikohet dokumenti. Përse ju fshe publikut votimi 2-1 i treshjes së SPAK për kreun e ri të BK-s, Byroja Kombëtare e Timit, po ashtu një institucion i rëndësishëm, një pjesë e rëndësishme e SPAK-ut. Përse votoi kundër kandidatit të paracaktuar Behar Dibra? Sjellje krejtësisht jo profesionale gjatë seancës në KLP, kur pa drejtësia është shtruar këmbkryq në tryezën e qeverisë të prokurorëve, ç'mund të mendohet për ata që zgjidhen prej tyre. Mund lexoni në faqet 3, 10 dhe 11, e në këtë foto janë anëtarët e KLP-s. KLP është Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që për hir të vërtetës janë edhe këta anëtarët KLP-s që jo vetëm kanë atë sugjerimin apo zgjedhjen e drejtuesit BK-s, por mbi të gjitha janë këta që zgjedhin drejtuesin e SPAK-ut, kjo është sigurt. Abonet e turpit, korrupsioni avullon miliona, shteti kursen tek gjunjët e smur të moshës së tretë. Abonet falas të transportit urban, një premtim që në letër duket lehtësim, por në terren është kthyer në torturë dhe në kalvar poshtërues për mira pensionist. Besoj fizikisht atje do të shkojnë në mbajnë radhën e tjerë. Nga pajtim lutaj, politika falimenton spitalet, një letër e hapur për situatën e rënduar në QSUNT. Ka 6 muaj që klinika universitare e okulistikës ka falimentuar, arsyet dhe pasojat tek qytetarët e smur. Zhvendosemi në brendësi, mund të lexoni. Botërori i futbollit, sot ndeshja me Polonin, Ankthi Silvinjos, që ka deklaruar 2 muaj që nuk fle. Punësim familjar është nepotizmi në disa nga institucionet e shtetit. Mbetemi në Dita, jemi me rubrikën e shëndetit. Sterilizimi në shëndetësi, pas koncensionit, dalin dyshime për abuzime. Shërbimi dhënë privatit në vitin 2015 kushtoi buxhetit të shtetit rreth 20 milionë euro për një dekadë. Shenjat që duhet të dim për hernien, sëmundja pa mosh. Lloji peshkut, një ushqim që sjell rrezik të lartë helmimi. Ecim me In Memoriam, Artan Borici, rrugtimi i ndërprerë një fizikani të jashtëzakonshëm. Në përkujtim të 5 vjetorit të ndarjes nga jeta të një prej figurave më të shuara të fizikës shqiptare bashkëkohore. Dhe së fundmi për gazetën Dita, çfarë duhet kemi nga sot kujdes? Tjetër dështim në mbrojtjen e dhënave.
Hakerat e lidhur me Iranin sulmojnë postën shqiptare. Homeland Justice ka kaluar nga mesazhet politike te kërcënimi i sigurisë financiare. Sulmi i dieshëm nxjerr zbuluar hendekun mes dëshirës për digitalizim dhe infrastrukturës son mbrojtëse, e cila duket e pafuqishme përballë luftës hibride. Përfunduam edhe gazetën Dita, këto ishin gjitha zhvillimet në këtë të përditshme, çdo gjë që pasqyrojmë faqen e parë. Do të kemi mundësi që në këto momente të zhvendosemi në gazetën Telegraf, nga gazetat që na kanë mbritur në redaksi është e fundit, më pas më njëherë dhe me shumë interes do t'jemi me median online, por kemi gazetën Telegraf në numrin e kësaj të enjteje. Ja 3 paradokset e çmimit të lartë të naftës në Shqipëri. Speciale nga profesori asociuar doktor Enrico Ceko. Një pjesë e madhe e çmimit të karburanteve në Shqipëri nuk lidhet thjesht me luhatjen e çmimit të naftës në bursa, por me nivelin e lartë të taksave që shoqërojnë këtë zinxhir furnizimi. Çmimi i naftës rritet sepse kemi në çmim import për punimin, aksizën, taksën e qarkullimit, taksën e karbonit, tarifën e markimit apo të ngjyrosjes, fitim kosto, kompani plus TVSH 20%, paradoksi shqiptar, eksportohet nafta bruto jashtë vendit, për rafinerin jepet me çmim të ulët dhe importohet me çmime më të larta, duke paguar 2 herë akcizë, SPAK, të hetojë shkatrimin dhe vjedhjen e rafinerisë, e cila është instaluar nga oligarkët në një fabrikë të fshehtë. Lexonim tepër në faqet 8 dhe 9, pra 3 paradokset e çmimit të lartë të naftës në Shqipëri. Riorganizimi i Partisë Socialiste, Rama mbledh të shtunën grupin raportim nga Mazniku e Kadastra, prezantohet edhe strategjia e komunikimit. Holandezja Tro, integrimi në BE Shqipërisë ngec për shkak të korrupsionit dhe dosjes Balluku, PPE paraqet amendime të forta. Raporti konfidencial në SBA zbulojnë lidhjet e Begjet Pacollit me rusët, Jasti Lape nga aeroportin e Vlorës me fonde që menaxhojnë borxhin rus. Zhvendosemi në vetali vetkadi, pas të eksperimentit Soros me reformën në drejtësi, gati ligji për të manipuluar referendumin dhe sistemin e pushtetit ligjor administrativ dhe lokal. Skenari që me më pak se 50% votuesve referendumit quhet i vlefshëm për ndryshimet. Avokat Ndue Pietra, që është edhe në foto, deklaron: loja e re mund ta kthejë kryeministrin në mbret de facto me vulën e popullit apo edhe në një lloj republike presidenciale. Babëzia me tenderat, ARSH-ja hap thestin 46.5 milion euro për mirëmbajtjen e rrugëve që u shemben dhe izoluan banorët nga jugu në veri. Luan Livani, turizmi mes bumit dhe kaosit, çdo verë pa përgatitur. SPAK fal Irenën e GKK-s me 3 mbiemra, kapitullon zyrtarisht reforma në drejtësi. SPAK ka shluar një tjetër skandal në lidhje me kontrollin e saj politik nga mazhoranca, pasi ka kërkuar mbylljen e çështjes penale gjyqtares së GKK-s Irena Gjoka Maneku Shpata për dënimin e saj në Greqi. Në njoftimin për media, SPAK justifikon në mënyrë të paprecedent, edhe pse është e faktuar me dokumenta zyrtare, dënimi dhe dëbimi i gjyqtares Irena Gjoka. Kjo shënon jo vetëm fundin e drejtësisë, por edhe rënien e ligjit të dekriminalizimit, nga i cili u shkarkuan 2 deputetët për një gjob makine në Itali. Në faqet 4 dhe 5 mund të lexoni në Telegraf këtë zhvillim. Ecim më tej ekskluzive Qazim Laçi. Në ndeshjen e sotme në Varshavë kemi ardhur për të firmosur traktatin në thonjza të kualifikimit. Ky vit është me fat për mua se bashkë me 30 vjetorin festuam edhe ardhjen në jetë të fëmijës së parë me Polonin, do të përsërisin fitoren ndaj Serbisë. Speciale, Demir Korita, kontributi i intelektualëve dhe kuadrove të skraparit në jetën politike, ekonomike, në fazat të ndryshme historike në zonën e Myzeqes. Mozaik dhe aktualitet, shënimet e profesor Alqin Aqellarit, historia e paras shqiptare ndër vite, Pëllumb Gorica, Aron pranvere, Kalaja e Ndroshit, aty ku koha ka ndalur, mjekësi, dëmtimet në tru shkaktarët pasore dhe trajtimi mjekësor, ja çfarë shkakton diabetin dhe kura për bajamet. Nga Frank Shkreli, ish drejtori VOS për Eurozin mund të lexoni, generali Wesley Clark, simbol edhe i triumfit të paqes. Nga Shpendi Topollaj mund të lexoni, shkolla e lavdishme Skënderbej në 81 vjetorin e saj. E lëm pas edhe Telegraf dhe në këto momente me njerë do të zhvendosemi në mediat online me shqiptarja.com,
me faqen tonë zyrtare në internet, do të kemë mundësi që të gjejmë disa zhvillime të rëndësishme dhe mbi gjitha lajmet të orëve apo të minutave të fundit, gjë që për i vërtetës nuk e gjejmë dot edhe në shtypin e shkruar për një arsye të thjeshtë, sepse shtypi i shkruar rreth orës 11 në mbrëmje, maksimumi 12 do të shkojë në shtyp shkronj për të printuar pas për të shpërndarë në treg. Zhvillimi kryesor në shqiptare.com është ky. Është eksaktësisht pasqyrohet intervista që kolegja Marcela Karapanço ka zhvilluar në programin Frontline me Evi Kokalarin. Dhe zonja Kokalari dhe kolegja Karapanço janë në foto. Atëherë, kërkon të garoj për kryetaret PD-s, Evi Kokalari për Report Televizion deklaron, nëse nuk manipulojnë zgjedhjet, Berisha në mund 100%. Kryetari në hije sipas saj është Shkëlzeni, çdo gjë kalon përmes tij. Më tepër mund lexoni dhe mund të dëgjoni intervistën e plotë në brendës tij. Zhvendosemi në editorialin e ditës, qëndrimi redaksional nga Carlo Bolino. Liberalizimi i shpifjes jashtë standardet e Bashkimit Evropian përgënjeshtrojnë Gonzaton. Ka diçka të smur në pretendimet europiane që e konsiderojnë si shprehje të liberalizimit instrumentin e tmerrshëm të shpifjes. Më tepër me një klik mund lexoni në brendësi edhe këtë qëndrim redaksional. Kronik e kallëzuar nga PD për falsifikim vulash dhe formularësh, SPA kërkon pushimin e procedimit për gjyqtaren Irena Gjoka. Vepra penale në Greqi është parashkruar. Politik është përjashtuar se i doli në krah Saljanit Dritan Burgia në programin Studio Live me kolegon Ermal Qori ka deklaruar, përgjegjës Berisha i qëndrova afër në ditët më të zeza, është pyetur nëse ke mbështetur PS-n dhe thekson, ta faktojnë ose do të përfundojmë në gjykat. Këto ishin zhvillimet më kryesore në shqiptare.com, patjetër mund të vizitoni në çdo moment faqen tonë zyrtare në internet, më informoni mbi gjithçka. Unë për efekt kohë bëra me dije ato më kryesore. Kalojmë në këtë moment në kohën ditore. Në Kosovë, okej, ndoshta rikthehemi sërish sepse kemi një nuk mund të hapet do të faqja për momentin, por ishte e rëndësishme në Kosovë për të theksuar një vendim i gjykatës kushtetuese sa i takon edhe çështjes së zgjedhjes së presidentit. Do të kalojmë atëherë në Corriere della Sera për gjetur dhe për të marrë zhvillim të rëndësishme në arenën ndërkombëtare me luftën, por gjatë këtyre ditëve vlen për të theksuar ka zhvillime në Itali edhe nga situata çështja e brendshme pas referendumit. Dhe në materialin kryesor, zhvillimin kryesor, shohim në foto edhe Giorgia Meloni kryeministren, por pas dorëheqjes dy ministrave, një tjetër ministre, Daniela Santake, po ashtu pra në një farë mënyrë është larguar nga qeveria, e detyruar edhe nga kryeministria Meloni, e cila në një farë mënyrë pra ndoshta do të bëjë dhe ndryshimet tjera në qeveri pas referendumit për drejtësinë. Shohim zhvillimet që vijnë nga lufta në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklarojnë Irani të pranojë atë pakt apo marrëveshje me ato propozime ose të pranojë humbjen më saktë ose ndryshe do të shpërthejnë një farë mënyrë therri. Kjo është edhe ai kërcënim që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkaq Teherani, pra Irani ka 5 kushte që të ketë një armë pushim, apo që ndoshta të jepet fund edhe luftës. Në foto është dhe presidenti amerikan Donald Trump edhe zëvendësi J.D. Vance dhe theksohet se Donald Trump ka atë strategjinë e presionit, pra ndoshta siç është edhe kjo ide që Irani të pranojë humbjen ose në një farë mënyrë do të shpërthejë ferri. Kto ishin disa nga zhvillimet në Corriere della Sera. Kalojmë pak edhe në La Repubblica, në median tjetër prestigjioze italiane për gjetur dhe për të marrë atje zhvillimet kryesore. E theksoj edhe njerë që sa i takon pra duke zhvendosur në La Repubblica, do të jemi në këto momente. Dhe sa i takon zhvillimeve në Itali, çështja e dorëheqjes ministrave është si argument kryesor. Çfarë ka ndodhur ditën e djeshme edhe me Daniela Santake, e kemi në këto momente.
ajo në një farë mënyrë pra ministre e larguar edhe ka shpërthyer pas i është dorëzuar, është detyruar që t'jap dorëshjen, duke theksuar që jemi bërë ne, le të themi ata personë që vendosin drejtësi, gjatë këtyre 24 orëve që i është bërë presion i madh për t'u larguar për dorëshjen dhe ka dhënë diçka të tillë. Situata dhe lufta në lindjen e mesme Teherani, pra Irani, po përgatitet që Shtetet Bashkuara të Amerikës ndoshta mund të kenë edhe një sulm apo edhe një pushtim të Iranit nga toka dhe po ashtu ka vendosur edhe bomba, pra ka minuar zonën e ishullit Karg, që ne kemi theksuar është një pikë strategjike të cilin në një moment edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë bombarduar. Pra, kjo është situata që shoqërohet edhe me foton kryesore dhe kjo ishte gjithë pasqyra e shtypit për ditën e sotme. Mirë, në këto momente, si theksova që bëra me ditë, do të kemë mundësi që të hedhim një sy edhe të shojmë pak pasqyrën e shtypit si sot, por 30 vite më parë. Jemi në këto momente me gazetën shqiptare. Argumenti që ne në morinë e zhvillimeve që pasqyrohen në gazetën shqiptare, Koha Jon, RD edhe ZP pak a shumë kemi zgjedhur dhe që pasqyrohet në të katërta këto gazeta, është mbledhja e Kongresit Partisë Socialiste në atë periudhë, pra në 26 mars vitit 1996 ka qenë në opozit, ishte fundi i qeverisjes parë Partisë Demokratike që vinte pas fitores së zgjedhjeve në 22 marsit. Zgjedhjet do të mbaheshin në 26 maj të 96-s dhe e theksoi do të ishte një palë zgjedhje parlamentare që sërish do të fitonte Partia Demokratike që ishte në pushtet, Sali Berisha ka qenë president, por që ishin jashtëzakonisht të kontestuara dhe të shoqëruara nga regjimi, nga pushteti i Berishës në atë kohë, shoqëruar edhe me dhunde socialistëve, janë dhunuar edhe deputet apo personazhe të Partisë Socialiste dhe zgjedhjet kontestuara të 26 majit edhe nga faktori ndërkombëtar. Shohim zhvillimin kryesor në gazetën shqiptare, kemi në këto momente në ekran. Socialistët janë njerëzit tanë për zgjedhjet. Mbyllet Kongresi i Partisë Socialiste, miratohet lista me 351 kandidat. Partia më e madhe opozitare përcakton objektivat elektorale, angazhime antikorrupsion. E shihni? Lufta antikorrupsion në Shqipëri nuk është ose më saktë vijon të jetë ende dhe sot, por ka nisur që pas 90-s apo dhe në 96-ën ku jemi. Për të vijuar me 2-3 detaje të tjera, socialistët kanë kaluar dje finishin e kongresit të tyre të dytë, platforma elektorale, mesazhe socialiste drejtuar popullit në këtë prag zgjedhjesh, rezoluta, apeli këtij kongresi, si edhe miratimi 351 kandidatëve për zgjedhjet e 96-s, ja cilat ishin materialet politike të servirura për zyrtarëve të Partisë Socialiste dhe më pas miratuar nga 600 delegatët e Kongresit të dytë të Partisë Socialiste. Kanë qenë të një mendjeje socialistët në përsaktimin objektiveve tyre elektorale. Nano në krye të fushatës Partisë Socialiste. Ai ka qenë kryetari, por ka qenë edhe në burg, pra në të periudhë fatos Nano. Në foto, nëse shohim, sepse edhe fotot me të vërtet do të thonë shumë, janë Dritroa Golli, i ndjeri Dritroa Golli, pjesë e Partisë Socialiste, në të kohë Gramoz Ruçi, Ilir Meta, Servet Pëllumbi dhe Namik Dokle ndër të tjera. Mirë, kjo ishte gazeta shqiptare, do të rikthehemi në studio për të vijuar në këto momente me të tjera të përditshme, me Koha Jon. Në këto momente do të kemi mundësi të jemi me gazetën Koha Jon. Zhvillimi kryesor është ky, sepse edhe Kongresi i Socialistëve pasqyroi, por zhvillimi kryesor në Koha Jon është ky, në foto Gramoz Ruçi. Ti hiqet imuniteti Gramoz Ruçit, ndërrin shkresa e prokurisë në kryesinë e kuvendit, ti hapet rrugë hetimit për ish ministrin e brendshëm për ngjarjet e 2 prillit, zhdukjen e dosjeve në ministrinë e brendshme dhe vrasjet në kufi. Ky ka qenë zhvillimi kryesor në foto Gramoz Ruçi. Tani në Koha Jon, një gazetë e pavarëse përket Kongresit Socialistëve që ne e kemi përzgjedhur dhe si argument në të gjithat përditshmet që kemi në këto momente, nuk dihen emrat e kandidatëve, përfundon Kongresi i dytë i Socialistëve për 115 zona, 351 kandidat
për deputet. Këto ishin zhvillimet më kryesore në koha jonë për 26 marsin e vitit 1996. Do të kalojmë me zërin e popullit. Zëri popullit me botimet politike jemi në këto momente. Zëri popullit, botimi i Partisë Socialiste që kongresin këtë zhvillime pasqyronte gjerësisht patjetër, sepse për pak forcat politike kalonin edhe në fushat. Bashkohuni me ne. Mesazh elektoral i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ne socialistët ofrojmë bashkëjetesën dhe jo përjashtimin, solidaritetin dhe jo braktisjen, iniciativën e lirë dhe jo diskriminimin, drejtësinë dhe jo urrëtitjen. Edhe në foto pra, moment nga datat 23-24 mars të vitit 1996, Kongresi i dytë i Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe Partia Socialiste e meriton të fitoj dhe do të fitoj. Fjala e mbylljes të zëvendës kryetarit Partisë Socialiste, Shokut Servet Pëllumbi. Kalojmë në këto momente së fundmi dhe shkurtimisht në rilindje demokratike. Rilindje demokratike, botimi i Partisë Demokratike që në atë kohë ishte në pushtet edhe në RD, pasqyrohet me detaj Kongresi Socialistëve, por patjetër duke e kritikuar dhe një farë mënyrë duke e anatemuar, sepse ishin botimet politike. Kemi zhvillimin kryesor, kongresi i mohimit të plot të demokracisë shqiptare. Pra, këtë kongres të dytë Partisë Socialiste të Shqipërisë, RD, Rilindje Demokratike, botimi PD-s e shihte e lexonte në këtë mënyrë. Kongresi i mohimit të plot të demokracisë shqiptare dhe ka një tjetër shkrim të gjerë, apo le të themi me shumë argumente në faqen e parë. Nano kthehet në origjinë. Mesazhi që Fatos Nano i drejtoi Kongresit Partisë Socialiste për bërë modelin më të pastër të një testamenti që dëshmon se ai është kthyer në origjinë. Fatos Nano ka qenë i burgosur, kryetari i Partisë Socialiste, por i burgosur në 26 mars 96, siç ne u bëm dije. Fryma e mohimit total të demokracisë dhe kërcënimi i hapur që ai u bën shqiptarëve, duke u shprehur se synimi i PS-s është çmontimi i institucioneve legale dhe shkatrimi i strukturave shtetërore, është premtimi më i keq që një politikan mund t'i bëjë popullit. Okej, në këtë mënyrë interpretonte RD, Rilindje Demokratike, botimi i Partisë Demokratike, fjalën që i është përcjell Kongresit Partisë Socialiste të Shqipërisë të Fatos Nanos i burgosur pra në mars të 96. Edhe me RD-n përfunduam pra gjithë pasqyrën e shtypit në rubrikën Na ishte njëherë, ku fokusuam me zhvillimet në shtypin e shkruar të 26 marsit të vitit 1996. Me njerë pak reklama në këto momente, një hapësirë me disa këshilla biznesi më interes dhe rikthehemi për të nisur komunikimin së bashku. Jemi në studio, nisim këto momente komunikimin së bashku, duke parë edhe temën e ditës. E bërë me dje dhe njërjet programet, politika, aktualitet, gjithë çka tjetër dhe problematika. Ne kemi të përditshme dhe diskutojmë përditshëm sot. Dalim paket flasim për futbolin, për ndeshje shumë të rëndësishme, historike për ekipin kombëtar. Jo se sonte, apo jo se që sonte, nëse e kalojmë Polonin, shkojmë botror, është edhe ndeshje finale e play-offit për botrorin, por kjo sot më është shumë e rëndësishme, ndoshta edhe shumë e vështirë. Dhe ju pyesim, a mendoni se Polonia pra do të mundet nga Shqipëria, ose Polonin do të kaloj Shqipëria, sepse e theksoj ndeshjen për sot mund shkoj edhe në kohë shtesë, edhe tek penaltit. Një ekip, le të themi, do të kaloj apo do të fitoj patjetër. Në sondazh Pikë-TV-s parë janë 184 vota apo mendime deri më tani. 47.3% atyre që kanë votuar thonë që po, pra besojnë se Shqipëria e kalon Polonin në ndeshjen e play-offit botrorit. 37.5% thonë që jo, okej, e cilësojnë këtë ndeshje të vështirë dhe Polonin një skuadër të fortë. Dhe ka një pjesë apo një përqindje të mirë, diçka më shumë se 15% që thonë nuk e di, nuk e kanë në letimi një parashikim të saktë apo një mendim të saktë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Patjetër që gjithë ata që bëjnë pjesë e programit, nëse nuk kanë asnjë lloj dëshire për të folur për ndeshjen edhe për futbollin, mund të diskutojmë edhe çështje të tjera të aktualitetit, ë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë fitore që kri sot, besoj se 100% në këtë ndeshje fitore, ndërroj fitore dhe ekipit kosovar në Proveni,
Po, në Slovaki, Stefan. Slovaki, Kosovë. Po. Dhe Rumanisht në të shku. Janë të ndeshje të zhjek me shukon mendi. Tani, përveç urimit fitores, si e shikon sfidën e ekipit kombëtar? Mos sa e vështirë është ose të mos fluturojmë apo si ta presim nëse entuziazmin e kemi në shqiptarët? Nuk është problemet e entuziazmit, Polonia nuk është marrë një ka qenë dikur. Ne kemi hetur shumë njërë, sot vartë edhe nga gjendja psikologjike për ekipit kombëtar, dhe këtë punuar dhe fatin drejtuar me ta njënë të E kuptoj. Zoti Stefan, edhe diçka. Kush mendon që mund vendosin ndeshjen për Shqipërinë? Pra, një apo dy lojtarë që ndoshta mund shënojnë apo do t'jenë më të mirë? Ke ndonjë emër ose nga kush pret më shumë? E fundit. Unë pres shumë në pozimia dhe në ty futboliste shumë mirë në kampionatet në Nga cilët? Muçi dhe Uzuni. Muçi dhe Uzuni, e kuptoj. Mirë, zoti Stefan, të falenderoj. Kërësohet edhe në Spuqa, ku shikojnë formën e ti e ka shumë të shtë. Okej, mirë, të falenderoj të përshëndes për telefonatën, se edhe fort mirë nuk është të gjuam, po zoti Stefan Kokoneshi, edhe menaxher futbollist, është njohës i futbollit që jeton në Bukureshtë Rumani, thot pres shumë nga Muçi dhe Uzuni, që po kalojnë moment të mirë. Do të marrim tjera mendime dhe opinione, tjera parashikim edhe dëshira, se është edhe çështje dëshire në fakt që të kalojmë ndeshjen e mbrëmjes së sotme ndaj Polonisë. Por në këto momente do të shkëputemi për një këshill shëndetësore për gjithë ata që kanë vështirësi në të ecur, probleme me gjunjët, me kyçet e gjunjëve, Oben sjell zgjidhjen perfekte. Ndjekim pak me detaj, edhe me shembull konkret në fakt dhe numri i telefonit po ashtu që mund të bonitojnë mbi gjitha ata persona që kanë këtë problematik, me të vërtetë do të rinohen për herë të dytë. E ndjekim dhe rikthehemi. Jemi në studio, vjojmë një tjetër bisedë, po në studio. Besojmë më shumë të tjetë për temën e ditës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi. Më thuaj, keni diçka për ndeshjen sot, për temën e ditës, apo do flisni për tjetër gjë? Jo, për ndeshjen më tepër, po desha me ditë i pyetje kishe. Ma thuaj. Për ata djemë që kanë nala ne ka Jugoslavia, ka Serbia. Po. Ka Obama ta. Më duke se sot dalin për para gjykatës e tjere, janë vënë lëvizje dhe këto institucionet, edhe Ministria e Jashtme e tjere. Edhe sot diku dalin për gjykatës, po diçka e pa konceptueshme, do më thënë, për flamërin, po ja, Serbi pra, mbetet i tillë. Okej, për ndeshjen, më thuaj pak, të lutem. Një gjandi, ndeshja për mua është 50 me 50. Ne, mirë, 50 për 50, po, aha. Por anoj i fije ma te për ka ana jonë, por 51 mund të qoj, por është ndeshje shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Edhe një uroj djemve tanë, deciziv për mua do t'jetë Laçi. Laçi, Qazim Laçi në mes push, e? Qazim Laçi për mua do t'jetë deciziv. E kuptoj, e pret me kënaqësi, me entuziazëm, është hera e parë që mbrim në këtë stad si futboll. Se politika e këto aktualiteti na kanë mërzitur në një farë mënyrë. Shumë e rëndësishme për kombin shqiptar, se janë dy... Janë dy, edhe Shqipëria dhe Kosova. Po, shumë e vërtet, edhe Kosova. E i qartë. Por 52% për Shqipnin, 48% për Polonin. Mirë, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, edhe të uroj një ditë të mbarë. Do të shkputemi në këto momente, edhe një tjetër për një këshill shëndetësore, me shumë interes pa tjetër për ata që kanë probleme me prostatën edhe kanë një bezdisje shumë të madhe me urinimin e shpesht. Natura Therapy sjell prostatol kompleks. Do të kemë mundësi që me detaje
gjithë shka që bën Prostatal Complex ta ndjekim në këto momente dhe më shembull konkret, numri i telefonit në ekran që do të thotë pra ata që kanë këtë problematik më njëherë telefonojnë ta bëjnë tyrin sepse është zgjidhja ideale. E ndjekim dhe rikthehemi. Mirë, moti sot vinte pak më ndryshe, e vrojnë ndoshta dhe risheshiu, po me detaje ndjekim në këto momente parashikimin e motit për sot dhe nesër në Shqipëri dhe në Europë. Një hapësirë me reklamë dhe rikthehemi për të vjuar me shtypi ditës dhe ju. Mirë, kjo ishte hapësira fleshit informativ, zhvillime të rëndësishme, zhvillime kryesore dhe ngjarje që pritet ndodhin gjatë ditës sotme. Në këto momente përpara se të rikthejmë më njëherë bisedat së bashku për temën e ditës për ndeshjen e jo vetëm, ndjekim pak me interes dhe kuriozitet parashikimin e hyjeve për çfarë thot horoskopi ditor për sot, për këtë të njëjtë e për datën 26 mars. Dashi, sot në dashuri do të ndjeni më të hapur dhe kjo do t'ju afrojë më shumë me partnerin. Beqarët mund të kenë një njohje të papritur që zgjon interes. Në punë priten lajme të mira ose vlerësim për përpjekjet tuaja. Financat kërkojnë kujdes, sidomos me vendime të nxituara. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me lodhjen fizike. Në mbrëmje merrni kohë për reflektim dhe plane. Demi, marrëdhëniet përmirësojnë faldurimit dhe komunikimit. Sot është momenti mirë për të zgjidhur një keq kuptim. Në punë mund të nisë një projekt i ri që kërkon përkushtim. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për stresin dhe gjeni kohë për pushim. Dita ju nxit të bëni plane të reja. Binjakët, do të ndjeni më të hapur emocionalisht dhe kjo do të vlerësohet nga partneri. Beqarët kanë shanse për njohje interesante. Në punë është momenti mirë për iniciativa dhe bashkëpunime. Financat kërkojnë kontroll pasi mund të ketë shpenzime të papritura. Shëndeti është i mirë, por mund të ndiheni të lodhur në fund të ditës. Relaksohuni me diçka që ju pëlqen. Gaforja, në dashuri mbizotron harmonia dhe ndjeshmëria. Është ditë ideale për të kaluar kohë me njerëzit e afërt. Në punë kërkohet përqendrim, por mund të merrni vlerësim. Financat janë të qëndrueshme, por kushtojeni vëmendje detajeve. Kujdesuni për shëndetin emocional dhe mos mbani brenda shqetësimet. Një surprizë e vogël mund t'ju gëzojë. Luani, emocionet janë të forta dhe sinqeriteti do t'ju ndihmojë në marrëdhënie. Mund të zgjidhni keqkuptime të vjetra. Në punë shfaqet një mundësi e re që kërkon vlerësim të kujdesshëm. Financat janë të mira, por shmangni blerjet impulsive. Shëndeti është stabil dhe aktivitetet në natyrë do ju bëjnë mirë. Energjia pozitive ju shoqëron gjatë ditës. Virgjëresha, do të ndjeni nevojën për më shumë afërsi në marrëdhënie. Beqarët mund të përjetojnë emocione të reja dhe një takim interesant. Në punë bashkëpunimi do të sjellë rezultate të mira. Një mundësi financiare mund të dalë, por analizojeni mirë. Shëndeti kërkon më shumë kujdes, sidomos në pushim dhe ushqyerje. Në fund të ditës do të ndjeni të kënaqur.
Peshorja. Dita nis me harmoni në marrëdhënie dhe mundësi për biseda të rëndësishme. Beqarët mund të tërheqin dikë në mënyrë të papritur. Në punë është momenti i mirë për të treguar kreativitetin. Financat janë të qëndrueshme, por planifikimi është i nevojshëm. Mund të ndjellni lodhje mendore ndaj gjeni kohë për relaks. Kujdesuni më shumë për veten. Akrepi. Në dashuri ndiheni më të sigurt dhe të qetë. Partneri do t'ju japë mbështetje dhe stabilitet. Në punë është momenti i mirë për të analizuar dhe përmirësuar planet. Financat mund të përmirësohen fal vendimeve të mëparshme. Shëndeti është i mirë, por mos lini pas dore aktivitetin fizik. Energjia ju ndihmon të arrini qëllimet. Shigjetari. Komunikimi në çift është shumë i mirë dhe zgjidh çdo keq kuptim. Beqarët do të kenë një flirë dhe njohje interesante. Në punë mund të vijë një propozim i ri që kërkon vëmendje. Financat janë në përmirësim, por shmangni rreziqet e mëdha. Kujdesuni për ushqimin dhe energjinë tuaj. Një lajm i mirë në mbrëmje ju motivon. Briciapi. Në dashuri do të ndiheni të mbështetur dhe të vlerësuar. Beqarët tërheqin vëmendje me spontanitetin e tyre. Në punë është koha të përfundoni një objektiv të rëndësishëm. Financat janë të balancuara, por kërkojnë kujdes. Shëndeti është i mirë, por shmangni lodhjen e tepërt. Dita është e mirë për plana afatgjata. Ujori. Marrëdhëniet janë në fokus dhe sillin momente të bukura. Beqarët mund të krijojnë një lidhje të re. Në punë, një ndryshim i papritur kërkon përshtatje. Financat janë stabil, por shmangni vendimet impulsive. Kujdesuni për balancën mes punës dhe pushimit. Në fund të ditës ndiheni të qetë. Peshqit. Në dashuri ka harmoni dhe mirë kuptim. Beqarët mund të afrohen me dikë që ju pëlqen. Në punë është momenti i mirë për të marrë iniciativa. Financat janë të sigurta, por mendoni për kursime. Shëndeti është i mirë, por pushimi është i rëndësishëm. Dita ju nxit të jeni më të guximshëm. Bjërë me njerë me komunikimin së bashku, të shohim edhe temën e ditës. Sot diskutojmë në fakt për te përditshmërisë dhe aktualitetit politik dhe për situatat e tjera për ndeshjen e ekipit kombëtar. Është me të vërtet historike, shumë e rëndësishme, herë e parë që mbrim në një play-off botërori dhe me shanse të vërteta por reale për të shkuar në botëror. Përballemi me Polonin, ku sonte një fitues do dali. Si mendoni se a parashikoni, a keni dëshirën patjetër, besoj që po, që mund ta kalojnë Polonin, që për rezultatës është një skuadrë fortë me shumë eksperiencë. Përshëndetje, por mund diskutojmë edhe çështje të tjera. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Të dëgjoj me vëmendje me kënaqësi, nuk di ja po jo tifoz futbolli, megjithëse sot për vërtetës, edhe ai që ndoshta e di që topi mund të jetë katrore, jo rrumbullak, besoj që mund të jetë një syje të mbështesi Shqipërinë apo edhe Kosovën. Po, unë nuk jam tifoz futbolli, po për kombëtaren... Pikërisht, prandaj e përmenda, se e egzagjerova pak me krahastimin, po prandaj e përmenda. Dhe i uroj fitore, patjetër. Meqense dëgjova nga Juve që thatë që mund të flasim edhe për një temë. Patjetër. Atëherë mua nëpër mediat e shkruar dhe televizive më një fenomen do ta quaj shumë të rëndë për vendin tonë, na ka lënë në stacion, domethënë, sipas meje, nuk jam ekspert. Po çfarë problemi? Na e thua një problemin që tani do dal direkt në temë, sepse ka politikanët ziren, edhe mba 4-5 vjetësh janë nxjerrë të dhezat njëri tjetrit. Po gjëra të rënda, jo pak, ama që kemi dëgjuar. Okej, A nuk përben kjo një precedent penal? Në qoftë se unë qof larg. Po prap nuk po na e thua kujt i referohesh konkretisht. Edhe unë s'po të kuptoj që jam i përditshëm me aktualitetin. Na e thuaj për çfarë? Dëgjoj, qoftë se unë shikoj sot një person që bëri grabitje të rënda ose qof largut, vrau njëri dhe nuk e them. Dhe mbasi viti, mbasi ngatërohem unë me këtë personin e them, ore se ti ke vjetër, ti ke vrarë, nëse të e kohë zotëri, mua më duket kjo përben për të Po sërish të them, kujt i referohesh, se na të shmënde në thonjza, ne thuaj pra, se s'po të kuptojmë gjë.
nuk kemi dëshmimtarën e të territorit gjerave. Po po ta them. Ngrihet Bardhi thot Flamur Noka pas ka invil. Po se ti the, pa ai e ka thënë dhe publikisht atëre, se ti the që nuk e them atëre, po e them tani. Ai dhe atëre ka thënë publikisht. Vijo. Se na çmendë. Gëtet sa do thotë ky ka vrarë në Elbasan për Gazbardhin. Po mirë, çfarë bëjnë po organet zbatuese? Po, ju kuptoj, si ide, si logjik, ju kuptoj, por thjesht nuk e dija ku e kishe konkretisht. Që disa magazina të mbyllura shpirtërore, ta quajnë, ka brenda për brenda këtyre, dhe mbasi në pushtetin do i zbjerë gjitha, dhe ne jemi në pozicion këtu ku jemi. Qofsh e gabuar u këtë për të thënë, ju faleminderit. Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën, si ide dhe si gjithë shka që zotëria përsolli, pa tjetër që e kuptuam dhe janë gjëra që ka ndodhur dhe i jo më kot i përmendi. Përshëndetje, mirëmëngjes, dhe janë dhe për akuzat rënda, se okej, politika i ka këto ca egzagjerime dhe tjerë. Moni, Forca Shqipëria. Erdi, që nge bërë dhe ti ku që zi kështu, e ke veshur Kastile atë pjesën e punë. Erdi, dita që ju personalisht keni pritur shumë, e keni 2 muaj që... Kam, si Silvinjo, s'kam fejt gjumë. Si Silvinjo s'ke fjetur gjumë. Tani në thuaj, për te dëshirës të tjere, si e shikon ndeshjen? Andi, do të them diçka, Andi, do të them i gjithmen diçka, unë është e dyta e në jetën time që e përjetoj gjë të tillë. Me shumë unë s'pari do të them që e përjeton me shumë emocione tjere, dhe pa tjetër që kush ka qenë e para, Ka qenë në 85-ën kundra Greqisë. 85 kundër Greqisë. Unë s'kisha lindur akoma atere, pa tjetër që mund të kujtoj, po... Tani, ato e di që Muqa, Sultemullari, të gjithë, e di me dhe në që jena 60 vjeç tani. Po? Kuse sot tani, unë do kisha dëshira i të loste një loj kështu romi. Po? Qfar loj e moni? Ta të një informacion shpejt. Ma thuaj. Si, do të bëjë ti informacionin. Hajtë ma thuaj, ta mbajmë edhe shnim. Unë do kisha fort stekosën në port. Po? Do kisha los me 3 mbrojtësa, me gjimqitin në qëndër, Po? Do kisha los me Balliun djatas, edhe me Mita i Majtas, Me sa ne, i qik për para, mes 2 lojtare, Gjimqiti dhe Mita, do kisha futa të lojtajnë nga Greqia, të shqiptajnë nga Ameriteti. Alia, si e ka i Pilo, po jesh mbrojtë si majtë më moni, se na e bërë formacionin... Po, mima unë është, a i mbrojtë si majtë, a i losë edhe përpa, i kam pa... E ke parë, te ka eku e Athinës, okej. Stavro Pilo atere, ku digjon, pak i lirë për para mbrojtjes, edhe tjetër? Aty do kisha fut të tjetër, do kisha fut Ramadanin. Po, tjetër? Ose ato lojtajnë që i ka losë në qëndër me Gjimqitin. Ismailin? Ismailin. O moni, po mbrojtësat na i qoven me spush, më burë. Jo me smut më andi, para mbrojtjes, pak para mbrojtjes. A ja kuptoj, ti thoj që të bet një diga atje para mbrojtjes që të mos kalojnë polakët fare. Tjetër? Kuse në mes, si vjeta një mes fut, kisha fut Lachin, Sheun dhe Aslanin. Po në sulm? Në sulm do kisha fut... pa tjetër Muqin edhe atë lojtajnë nga Anglia. Mehmetin. Ti nëmroj mirë më monë, sa na doli, në dalin 11 apo më shumë, Strakosha 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dalin. Po, 11. Muqi, Mehmeti. Po ti vesh të është tip bërë si një blok. Po, sepse 3 mbrojtësat, 2 të tjerë për para staj, mes fusha dhe 2 sulmi. Mirë ke? Mirë. Bërë një blok edhe kanë mundësi të pasojnë topin me njëri tjetrin. Mirë, moni, të falenderojmë. Të gjithë do e shojmë, do më dhe jemi mes ty e vesh nga Varshava, ne që nuk kemi shkuar se kanë shkuar,
I urojmë shumë sukses ekipit kombëtar edhe Kosovës po ashtu edhe na vjen mirë që ka momente tilla që ndoshta le të themi për të haruar pak atë aktualitetin e përditshëm të vështirë edhe shpresojmë të gëzohemi nga ekipi kombëtar. Të përshëndes. Nuk e di si do të çoj këto orë në ora 8, nuk e di si e përjeton shumë. Falenderoj edhe punë të mbar. Ishim me zotrin që bëhet pjesë e programit nga Gjermania, edhe vlerësojmë që na ndjek. Shkruajmë këto momente shumë shkurtimisht për një tjetër këshill shëndetësore. Për pak do të shkëputemi për të folur për gjithë ata që kanë probleme me tretjen apo edhe me fryrjen e barkut, le të themi, të stomakut. Onovo sjell Deep Cleanse, që është një produkt që vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, si një zgjidhje natyrale, një produkt bimor. E ndjekim dhe rikthehemi. Jam në studio, vjojmë me komunikimin së bashku për temën e ditës, ndeshjen e ekipit kombëtar. Në fakt edhe me ata që ndjekin programin, në një farë mënyrë filluan bastet, unë nuk është vë bast, sepse zoti e tem telefonuesi që merr nga Fieri, Mallë Kastrioti, më shkruan Poloni, thot Silvinjo 2-0-2-1, thot nëse fiton Shqipëria do të vi nga Fieri, thot e t'jap drejt në Tiranë, ndërsa e kundërta ju në Fier. Patjetër zotrit, është parin ta kemi kohën, kjo është më e rëndësishmja, edhe konsumojmë edhe një kafe apo diçka, por jo për basta. Basta unë nuk vendos fare dhe i urojmë sukses e ekipit kombëtar. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e përshëndetje. Urdhëroni. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ule pak zërin televizorit. Ja ula fare. Ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj. Mirëmëngjes. Do të them disa kombëtarës ju uroj sukses dhe fitore do na kena gjithë shqiptarët. Po. Por tash kam një problem që ma thuaj. Ata takon të gjithë. Ma thuaj, patjetër. Unë banoj tek aviacionet. Po të datë nga studentët, po? Raporti shumë afër, po? Stacionin tuaj e ndjek e kam për zemër, e kupton? Po, faleminderit. Edhe? Po të kam respekt shumë. Më thuaj, ku është problemi? Po të vinë ke konviktet e studentëve, andi, ka në peshë rrugën, ka 10 ditë dhe nuk ka dojnë më do të shkatuam makinat. I them me Tiranës, kush e ka për detyrë rrugën, sa më mbajët, atë përgjegjim ta e nga puna, ato va të kizë ta shojt përgjegje penale. Zotrit, lutem se ndoshta këtu nuk kuptova. Hajde që koheni. Nga në telefononi, nga Tirana, për kë zonë ke fjalë konkretisht? Po nga Tirana jam ke fushë aviacionit. Nga Tirana dhe fushë aviacionit. A i ishë fushë aviacionit dhe ke tek studentët e këto godinat e inxhinierisë ndërtimit, tek 21-shi, tek 21 dhjetori. Bravo. Po e përse? Bravo, tu ke studentët. Hajde shkoj vetë, ka na prungë po fatim, ka 10 ditë dhe nuk ka dojmë do të shgrope madhë. është grope madhë. A i që tu ka andi ka zapotime. E kuptoj. Tu ka zapotime të themunde. E kuptoj, mirë. Tu janë me punoj me bindje politike, jo me Okej, mirë, të kuptova, të falenderoj. Të lutem, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën dhe diçka do të them pa dashur as të mbroj dikëndës as tjetër. Por zotëria ka drejtë se ka një problematik. Kam një përshtypje që ka zona caktuar që krijohet në një grop shumë e madhe. Kështu ndodh. Dhe ndoshta vërtet nuk e shikojnë me njerë ata që merren me këtë punë, por dal nga dal mirë bët që telefonua, denoncuat, mund të bjerë në sy apo në vesh edhe mbyllin. Për shembull në këtë rrugë duke ardhur këtu tek puna kanë qenë 2 gropa pak më të mëdha, 2-3 ditë, 4 ditë zgjatën ato, e kishin mbyllur edhe atë. Sepse kam përshtypjen që herë ta vonë do e shohin. Shpresojmë ta bëjnë sa më shpejt diçka të tillë dhe ta rekuperojnë këtë problematikë. Zotëria ka shumë drejt, nuk diskutohet. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Vjojmë me një tjetër bised në studio. Urdhëroni, bëni pjesë e programit edhe në 069 613 629 me aplikacionin për WhatsApp, pra me zë dhe me figurë. Urdhëroni, përshëndetje, dhe për temën e ditës votoni dhe në sondazh.tv. Mirëmëngjesi. Për këtë temës, po? Unë bindjen e kam se Shqipëria do fitoj në çdo kush. Sepse e ka dhenë provën e saj në të tëra drejtimet dhe
juaj do të thënë që fitoria është e padiskutueshme në Poloni. Shpresojmë shumë. Zoti do mendoj që patjetër që fitoria do t'jetë jona. Okej. Tjetër se ke dhe diçka tjetër, e kuptoj. Shkurtimisht. Tani një temë tjetër për sa i përket opozitës. Po. Opozita po shkatërron Shqipërinë. Media duhet punoj me çdo kush. Sepse Sali Berisha i bën ato për të mbuluar orvllaqet e tija, që ka bërë këtu edhe 35 vjet. Ja i ka rritur të mos pranoj edhe kandidat në zgjedhje. Prandaj duhet me çdo kusht, ata që pasojnë mbrapa nuk duhet ta ndjekin. Okej. Media njëherë duhet ta shkatërrojë përfundimisht Sali Berishën. Dakor, mirë. Ai ka sjellë shumë dëm me shqiptarëve. Të kuptova, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, sepse kemi edhe një tjetër bisedë me zë dhe me figurë. Përshëndetje, me video call. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes, Andi. Po, Andi jam, të dëgjoj me vëmendje, me kënaqësi edhe më thuaj. Unë kam një problem temin. Ma thuaj. Temin. Po, ma thuaj. Për pensionista. Ma thuaj, pa tjetër, ma thuaj. Në Itali. Ma është e vërtet që pensionistat shqiptar duhet paraqiten 2 herë në vit për pranë atje ku merren pensionet. Unë kam njerëz të afërm që janë le të themi pensionistë, ose më që kanë dalë në pension, se duket pak pejorative pensionistë, edhe IMM ka dalë diku vitin e fundit, dhe për hir të vërtetës një herë në vit është e sigurt që duhet shkojnë paraqiten në bankë, IMM shkoi tani këto ditët e marsit, që të firmosin diçka që janë gjallë. Ndoshta mund të jetë edhe 2 herë. Këtë më duhet, po ju e keni dëgjuar në gazetë. Nuk besoj që kolegët të gabojnë tek diçka një informacion i thjesht. Një herë me patjetër, ndoshta edhe 2 herë. Një herë në 6 muaj, do të thotë 2 herë në vit. 2 herë në vit është. Ja më konfirmojnë edhe kolegët se po, më thuaj tani. 2 herë në vit. Ma nuk është e mujtën paktën online, se me shku 2 herë në vit. Po nuk e di pra, mbi të gjitha ata që marrin në bankë, ndoshta kjo është, duhet kuptuar. Në bankë jam i sigurt. Ata që marrin në bankë, duhet paraqiten edhe në bankë, që t'i vërtetojnë atyre të bankës që jemi gjallë. Një herë në 6 muaj, 2 herë në vit. Ata të bankës. Ata që marrin në postë e tjere, ndoshta mund t'jetë diçka tjetër. Po unë flas ata të bankës. Po? E kuptova. Shnet për gjithë mirat e juroj edhe kombëtarës tonë. Të përshëndes. Shpresojmë shumë sukses, ju urojmë gjithë kombëtarës. Jemi me shqiptare.com në këto momente, faqen zyrtare në internet. Do të shohim vetëm zhvillimin kryesor ka të bëjë me luftën. Irani përgatitet për pushtim amerikan, le të themi edhe toksor, minon ishullin Karg. Donald Trump ka deklaruar kanë frikë të pranojnë se po negociojnë me ne, ka dhe zhvillime tjera po ashtu. Ne shkëputemi në pak reklama, shumë shkurtimisht dhe rikthehemi për të vjuar me programin Shtypi i ditës dhe ju, ku do të vjojmë një bisedë në studio, një analizë për ndeshjen e mbrëmjes sotme të ekipit kombëtar. Rikthehemi në studio, vjojmë me programin e mëngjesit Shtypi i ditës dhe ju. Në këto momente do ndalemi dhe do të analizojmë ndeshjen e ekipit kombëtar, ndeshje historike ndaj Polonisë, gjysmë finale e play-offit botrorit, edhe te Kosova do ndalemi, sepse në ditën situatë jemi, edhe Kosova për shtu ka ndeshje historike në transfert ndaj Slovakisë. Më është bashkuar në studio dhe përshëndes me kënaqësi Kadri Birjan, ish portier, ish futbollist dhe një njohës dhe një analizues shumë i mirë i ndeshjeve mbi të gjitha të ekipit kombëtar. Mirëmëngjes, kënaqësi dhe faleminderit që jemi së bashku. Mirëmëngjes Andi, kënaqësia ime. Do t'i diskutojmë të gjitha, por së pari do t'ju pyes tek lista, tek ata futbollistë që janë grumbulluar, Muçi dhe Mehmeti që ishin lojtarët më në formë dhe që një farmyrë kërkoj me ngull të grumbulloheshin, janë grumbulluar, por ka dhe një munges për dëmtim që ndoshta është e rëndësishme Mana Idaku. Ju si e shikoni? Janë këta më të mirë që kishte Silvinjo në dispozicion? Po shiko, unë mendoj është lista e vetme që nuk ka pasur shumë kontestime nga koha e Silvinjës. Unë mendoj që kishte ardhur momenti edhe për
Muqin dhe për Mehmetin që të ishën pjesë e listës, pa tjetër. Nuk besoj se edhe Silvinjo kishte shumë aftësira që mos të triste. Kurse për mungesat, mendoj që nga mungesat, me ide që ka Silvinjo dhe me atë futbollin që ka luajtur Silvinjo që nga momenti që ka ardhur, Mana ka qenë lojtari kryesor i skemave të trajnerit, kështu që besoj ajo të paktën për trajnerin dhe për idetë e tij se si e ka planifikuar ndeshjen, sepse Andi mos harrojmë që Mana u dëmtua javën e fundit, kështu që Silvinjo mendoj patjetër që ka pasur gjithë kohën e dur për ta punuar këtë ndeshje, sepse nuk besoj që e ka lënë për javën e fundit. Kështu që mendoj për trajnerin, kjo është mungesa më e madhe për idetë që ai ka pasur dhe për atë punën që e ka punuar gjithë të kohë për t'ja edhe ekipit dhe për t'ja edhe në ekipit. Kurse po ta marrim në tërësi, unë mendoj që edhe Manaj në ekipin tonë kombëtar patjetër ka të peshën vet, po me lojtarët që janë, unë besoj që nuk besoj se do bëj do ndihet shumë mungesa aty, ta thash vetëm se pra mungesë e rëndësishme, por nuk patjetër për idetë më shumë për idenë e trajnerit, po duke pas lojtarët që kemi aty. Po patjetër, po dhe unë mendoj që edhe Manaj i ka ditë shumë mirë detyrat në vazhdimsi të Silvinjës, që e ka pasur më të lehtë për të punuar. Po ti marrësh në t'i veshën peshore, sulmuesët mendoj që nuk është se kemi një mungesë shumë të madhe, sepse mungon Manaj, është një muaj që jashtëzakonisht në formë, kemi Brojon, kemi Uzunin, kështu që kjo është ajo që unë e mendoj dhe mund ta analizoj në aspektin e madh. Është kjo mënyra më mirë e mundshme për të mbritur në këtë sfidë, flas me minutat që ka secili lojtar dhe në ekipet e tij. Mua më ka bërë përshtypje këta lojtarë janë mësuar, po vetëm 3 seanca stërvitore, pra kohë e paktë për të përgatitur Polonin. Si bëshin ndeshje që prisnim shumë edhe duke sigur për shumë në erdhje shumë shpejt, kishim pak më shumë kohë, pak më shumë minuta, si gjykoni? Shiko, po ta shikosh nga ajo ana stërvitore dhe seancat, është e vërtet, po ti je i bindur që Silvinjo, unë jam i sigurt për mos takimit kokë me futbollistët që ka mund të ketë pas dhe biseda online për detyrat për gjërat, sepse 1-2 mund që dojnë nga formacioni. Baza besoj se ka që në kohën që është hedhur shortja, ai e ka bërë atë gjë edhe në për ndeshje që ka shkuar, besoj se është takuar, është ulur me futbollistët, i ka shprehur ato gjëra që duan, kështu që unë mendoj, përveç seancave nuk mendoj që ja ka lënë çdo gjë rastësisht. Patjetër që baza kryesore Andi është një gjë pozitive, sepse po ta fillosh që nga porta deri ke sulme, përveç hyjsajt, unë mendoj që lojtarët kanë marrë minuta shumë, edhe patjetër edhe kanë bërë shumë mirë. Strakosha, po ta marrim që nga porta, Strakosha po bën jashtëzakonisht shumë mirë. Gjimshitja, Jeti, Ismaili po bën jashtëzakonisht shumë mirë. Mita me ato oscilacionet e veta, po paktën ka aktivizuar. Hyjsa është nga ato lojtarë që në të tilla ndeshje delën pas, sepse eksperienca, ajo gjë që kanë mbi shtëpinë me sfushën, po ashtu kemi një Ramadan jashtëzakonisht shumë mirë te Leçja, Aslani me Sheon dhe me Laçin, kështu që mendoj në tërësi lojtarët që besoj që do jenë bazë, kanë marrë minuta dhe janë aktivizuar shumë, edhe besoj kjo gjë do jetë pozitive. Vetëm gjë që unë mendoj që do na çet është vetëm mos eksperiencë në të tilla ndeshje. Të tilla ndeshje. Si e parashikon sfidën? Tani keni qenë vetë futbollist, luajmë jashtë, luajmë në një Poloni që ka eksperiencë, ka qenë 9 herë në kampionatet botërore, që dhe historia në përballje direkte flet për Poloninë, na kanë mundur 10 herë, ne kemi mundur vetëm 2 herë. Ai stadiumi është gjigant, më kanë treguar dhe kolegët që kanë qenë një 55.000 tifozë mund të jenë polak, vetëm 2.500-3.000 mund jemi ne, pra këto detajt. Dhe çfarë ndeshje pret, apo duhet presin dhe ta që në ndjekin? Nuk di, kemi mundësin luajmë ne në sulm, të imponojmë në lojën, apo të presin? Shiko, do ta filloj nga kjo e fundit, andi që sa po tha dy për stadiumin, me sa jam në djeni, gjithë biletat, shumica e biletave janë shitur ke ultrasit apo se pak a shumë huliganët polak, që ne dim shumë mirë se çfarë historia kanë huliganët polak, kështu që edhe mendoj Federata Polake ka bërë gjithë atë hyzmetin kësaj ndeshjes që mos t'i lejë asnjë gjë rastësisht, po ta ketë gjithkohon çdo detaj ta ketë të organizuar për vetën e vet që t'i ketë gjëra të favor. Kështu që mendoj në aspektin e ndeshjes, unë mendoj që do jetë një ndeshje jashtëzakonisht e vështirë për të dy andi, jo vetëm për ne, po dhe për ekipin polak. Nuk mendoj që është ai Polonia e lojtarëve me emrat shumë të dhej, që 1 ose 2 emër, patjetër që një ekip i fortë nuk mund ta nënvlerësoj, po dhe ne nuk kemi më ai ekipi që kemi qenë që shkonim në për këto ndeshje dhe vetëm donim të mbronim dhe shpresonim mos psonim shumë, kështu që tani ajo koha jon domethënë është larguar dhe nuk e kemi më atë stofin, ne kemi një stof jashtëzakonisht shumë mirë, vim nga një kampionat evropian.
kështu që mendoj ndeshja do jetë e vështirë, uroj shumë që Silvinjo të ketë bërë një manovër ndryshe nga ajo manovra që ka bërë gjithë kohës në manovrën e skemës të lojës, andi sepse neve jemi në pikën në futbollin modern tani analizohet edhe çdo gjë, siç e thamni që Silvinjo mund të ketë pas takim me futbollistët dhe i ka shpreh gjithë idetë e veta, kështu që mendoj edhe analizimin ndeshjen mund ta ketë bërë ekipi polak, tani polak, kështu që mendoj të kemi një skem ndryshe që mundohemi mos t'ja lejmë vetëm çdo gjë, si mund ta themi asaj pjesës shau të dy trajnerëve, po t'jetë diçka ndryshe nga ana e trajnerit ton, edhe mos kemi një element surprizë, patjetër që rivalet mos ta kenë shumë të lehtëzueshëm lojën tonë, sepse ne pak a shumë ne e dim futbollin që Silvinjo bën, ka atë ekipin në mbrojtje dhe mundohet që me atë diagonale ose me futbollin e kundrasulmit që ne mundohemi të ndëshkojmë skuadrat, gjithmonë ne kemi lënë skuadrat ta kenë ato qarkullimin e topit dhe ne gjithmonë presim dhe momentet që ato që dojnë neve ti godasim, kështu që këtë gjën unë shpresoj shumë që patjetër që nuk është ndeshja që ti ta bësh në masë këtë gjë, po pse jo 1 ose 2-3 ide tjera për futbollistët do ishte mirë, sepse edhe unë mendoj që është një ekip që edhe mund të kalohet, patjetër që është e vështirë, nuk është një ekip që edhe mund të kalohet sepse nuk është ajo Polonia e viteve. Kjo ndryshon gjë sepse llogaritë sot nuk bëhen vetëm me 90 minuta, po mund shkohet në shtesë edhe tek penaltit. Gjitha këto detaje janë menduar dhe çfarë ndryshon kjo për një, nuk di në psikologjinë e një futbollisti, kur ndeshja nuk është vetëm 90 minuta. Shiko, unë mendoj që jo vetëm trajneri jon, por në gjithë trajnerët, qoftë dhe në nivelin ton këtu, nuk besoj se trajneri kur shkon mund ta organizoj ndeshjen për ta çuar në shtesë. Patjetër që ai ka idetë veta, ka atë planin B, po qëllimi vetë edhe ke lojtarët është që ndeshjen ta mbyllin brenda 90 minutë. Pra gjithmonë brenda asaj kuadratit që mos dali shumë në aventura. Kështu që unë uroj shumë që ndeshja, kam dëgjuar shpesh tash që thënë, jo po ta çojmë në shtesë, pastaj ke penalltit. Unë nuk mendoj sepse ajo pastaj ke penalltit, shkuam deri aty dhe pastaj unë mendoj që neve e kemi ekipin andi, realisht e kemi ekipin që mund patjetër bravo, shumë e drejtë. I bëjmë Ysmetin brenda asaj 90 minutë sepse ke koha shtesë dhe penalltit, pastaj ne nuk kemi mësuar kurrë me këtë presionin edhe do çojmë dhe lojtarë atje që nuk është se kemi shumë godica në ekipin ton penalltive, përveç Aslani na mungon Manaj, domethënë nuk është se kemi në favor këtë pjesë. Aty është presion i jashtëzakonshëm, po pastaj patjetër edhe pastaj momenti penalltive, nëse gjithmonë shkojmë drejt asaj se po analizojmë diçka që akoma nuk e dim, ke 55 tifozë që do të fishkollojnë gjithë kohën, domethënë ky presioni patjetër që stafi e ka. Më mirë të mos shkohet në shtesë. Unë mendoj më mirë, shiko, ajo është e keqja më e mirë, shkojmë drejt asaj, po unë shpresoj shumë që neve me ekipin që kemi, edhe me lojtarët që kemi ndeshjen, uroj shumë që ta mbyllim brenda 90 minutë, sepse realisht andi thashë pak më parë, jemi një ekip që tani duhet na kenë frikë kundërshtarët. Kam dëgjuar shpesh në për këto media të polake që nuk na llogarisin fare, kjo është favorin ton, sepse duke qenë me atë mendje mallsin, do kalojnë dhe minuta, shpresojnë shumë. Unë uroj shumë, edhe kam një bindje që mund ta ndëshkojmë që në fillim të ekipin polak, sepse do jetë ai ekipi që do na ushtrojë trysnim fillim, edhe mund t'i kapi kontracion, kështu që mendoj mund të jetë një ndeshje e zhvilluar si me Italinë, jo në ato sekonda, po mendoj që në paktën 15-20 minuta para mund të kemi 1 ose 2 hapësira për t'i kap në kontracion dhe besoj në ato mund ta shfrytëzojmë. Kështu që uroj shumë që kjo gjë na eci dhe pse jo mos ta mbyllim ndeshjen brenda 90 minutave, pastaj ne jemi mësuar që kur e çojmë ndeshjen në favorin ton me këto ekipet ekipet e mëdha si Italia, si Kroacia, si Spanjë, por me këto ekipe si Polonia, Çekia, si Serbia, ne mund ta mbajmë dhe patjetër mund ta zhvillojmë ndeshjen në favorin ton. Tani unë po shpletoj pak edhe gazetën, sepse kolegët ndoshta kanë më shumë informacione dhe kanë qenë tek formacioni i mundshëm. Jemi gjithmonë me atë idenë e formacionit mundshëm, sepse trajneri ndryshon në çdo moment. Një formacion i mundshëm mund të jetë ky. Tani disa lojtarë mund të themi që janë edhe
kanë edhe garancinë e titularit, sepse kanë qenë dhe gjithmonë. Por Strakosha dhe dihet që, nëse analizojmë së bashku si emër, dihet që ai do të luajë, është më i miri, ka minuta. Hysta në kandidat mbrojtjes besoj mund të luajë pavarësisht se ka pasur minuta. Gjimshiti kapiteni mund të luajë dhe Ajeti që ka minuta dhe që ka bërë mirë, po mund të jetë balotazh me Ismailin, po edhe Ajeti okej, edhe Mario Mitaj këtu deri porta dhe mbrojtja. Në mesin e fushës Aslani, Shehu dhe Laçi, edhe këta janë lojtarë që kanë qenë titular. Për të ndërprerë, deri këtu unë nuk besoj se nuk do ketë asnjë ndryshim. Nuk do ketë asnjë ndryshim. Unë mendoj që patjetër ka që mbrojtës dhe treshe mes fushës nuk do jetë pa lëvizshme. Andi, unë do ta them me bindje, po t'ishte Manaj do ishte original formacioni Serbisë. Dëmën formacionin që ne luajtëm kundër Serbisë, e njëjtë formacion do ishte edhe në Poloni. Kështu që mungesa e Manajt vetëm aty do jetë problemi, sepse kush do jetë ai nën që edhe pse në intervistë, më fal se po ndërpres, sepse në intervistë ndigjova Silvinjën që tha mund të luajmë me një nënt fals. Edhe Muçi tha e ka bërë, domethënë nuk e di, ishte një sinjal, a është thjesht një taktik që ku ta ndëgjojnë kundërshtarët ta kenë të përgatitur, sepse ato mendojnë duke njohur Muçi. Unë mendoj që më shumë mundësim për të aktivizuar ka Mehmeti se sa Muçi. Është Uzuni nga e djathta tek treshja e sulmit, se deri aty Bajrami si një nënt shifshevër apo në sulm edhe Arber Hoxha nga e majta. Është një i mundshëm. Ju paga shumë si do të luanit dhe këtu është dhe pyetje pastaj kryesore. Muçi dhe Mehmeti, qoftë të dy apo qoftë njëri, duhet ta nis, mund ta nis nga fillimi? Unë mendoj që në të tillë ndeshje nuk mund ta lojnë dot të dy, sepse duke ditë edhe Arber Hoxha nga krau i majt ose i djathtë, do kemi probleme që duke ditë dhe filozofinë e lojës. Silvin do kemi probleme sepse Silvin është mësuar shpesh që të sjellë dublan gjithkohës për alfat, për mbrojtësat e kraut, se unë e kam i çikte në shpërën e futbollistike, për ansorët si djathta si të majt të ketë gjithkohës në dublim sepse nuk lën kurrë vetëm. Kështu që mendoj, duke ditë dhe aftësitë e lojës që ka Mehmeti dhe Muçi që janë më shumë në ofensiv për të sulmuar, nuk besoj se do ketë hapësirë për dy. Mund të jetë dhe me Bajramin, po unë mendoj që më shumë do jetë me Mehmetin dhe Uzunin në majt sulmit, dhe pastaj mendoj që mund të jetë alternativ Bajrami dhe Muçi për Mehmetin dhe Hoxhin. Pra paga shumë shikon Mehmetin titular, nuk di na krau i djathtë. Po tani kjo do jetë çik dilema më e madhe, sepse ky është problemi më i madh tani. Çfarë do përshtasi? Nëse do jetë Mehmeti ai që do ta përshtasi djathtas apo do jetë Hoxha ai që do përshtasi djathtas apo majt. Domethënë, unë mendoj që kjo nuk do jetë shumë problematik për wingrat e kraut, sepse jo nuk është shikoj problematike, sepse më shumë do jem sa do jetë i bindur Silvinjo që Mehmeti mund t'ia bëj edhe kthimin mbrapa për dublimin sepse po të shikosh paktën Ysaj është zakonisht nga dërtari që ta bënsh kraun shumë mirë. Kurse Mitaj të paktën ndeshje me Serbin ka pas ato detyra që nuk dilte shpesh. Më shumë ishte në mbrojtje, siç e themi në gjuhën sportive 70-30, 70% në mbrojtje dhe 30% në sulm. Kështu që mendoj edhe në këtë pikë, kështu që mendoj aty do jetë domethënë deri ke Hoxha dhe Uzuni do jetë okay, besoj vetëm mes Bajramit dhe Mehmetit mendoj unë që mund të jetë edhe me Bajramin patjetër, po që mund të jetë alternativë. Alternativë dhe Mehmeti. Dhe do të bëj një pyetje edhe për Kosovën, po dy pyetje fundit për Shqipërinë. Në i parashikim në një rezultat, në i parandjenjë, pa bërë atë parashikim në bujshëm. Ku kemi qenë verë fundi tu, kemi qenë kundra Çekis, edhe kam thënë që del 0-0 dhe ka dalë 0-0. Brenda ka qenë një ndeshje tjetër. Si një lloj orakulli. Tani me dëshirë të madhe kam që të fitojmë, edhe me bindje patjetër, sepse edhe dëshira është dhe kemi. Unë mendoj që mund të jemi 1-0-1, ta thashë në fillim që mund të shënojmë që në fillim dhe pastaj të mbrojmë rezultatin, domethënë kam shumë besim te kjo skuadra e e kuptoj. Nuk do të mbylli këtu. Shpresojmë shumë që dhe 0-1 të fitojmë, po do të ishte edhe finalja, Ukrainë-Suedi. Ne nuk mund ta bëjmë që sot këtë diskutim, por një finale mundshme e play-offit. Unë mendoj të kalojmë këtë, po kaluam këtë, kemi shanse jashtëzakonisht shumë të mëdha, sepse entuziazmi do jetë më i madh, besimi më i madh, dëshira më e madhe, pastaj unë nuk e di pse kam këtë bindje, uroj shumë që
ky të jetë ai viti jon historik dhe për ta prekur të botrojmë për të parë, por shpresoj shumë që kjo është ajo ndeshje sepse dhe Suedia dhe Ukraina nuk janë në atë pikë. Me Ukrainën ne kemi pak më të lehtë sepse do luajmë në një fushë asnjëse, mos gaboj, do jetë po në Poloni më duket. Ndoshta Polonia, po që atë do ketë lehtësime për biletat për gjëra, do jetë çik më ndryshë. Edhe Suedia nuk është më ajo Suedia që ka qenë shkoi Kosova jonë e mundi brenda, kështu që besoj që për momentin e vetmja gjë që Polonia favorizon është vetëm ana e tifozërisë dhe atij stadiumi që ju cekat që në fillim që do jetë të mbushur. E fundit fare, jo vetëm Shqipëria, po kombi shqiptar sot të le të themi është i thirrur në një farë mënyrë në një detyrë, me gjithë ata që do të luajnë futbollistët e tjerë, shumë të rëndësishme edhe historike. Luan edhe Kosova. Përfaqësuesja e Kosovës me Slovakinë, që për vërtetës ka bërë një fushat kualifikuese shumë të mirë, fantastike. Dhe ka lojtar, po të përmendësh disa emra, luajnë në kampionatet elitare europiane, bëjnë mirë tek ato Slovaki, Kosovë. Kjo është ndeshja në Bratislava. Shiko, unë e tha dhe ju Andi, mendoj që Kosova ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë në këto eliminatore dhe besoj me këtë entuziazmi që ka dhe me këtë futbollin që tregon do jetë një kockë e fortë dhe mendoj që do t'ja bëjë jashtëzakonisht vështirë Slovakisë, patjetër Slovakia ka atë eksperiencën e vetë, luan me, nuk është stadium si Polonisë, nuk ka lojtarë të Polonisë, patjetër, po që nuk ka dhe të eksperiencën sa Polonia, më shumë se Kosova. Është e vërtet, po duke qenë se ky koeficienti i stadiumit i fushës jashtë është pak favor për ekipin vendas, në futboll modern nuk është ndikon shumë, po ka atë favorizimin e vet, kështu që mendoj që Kosova do bëjë një, mendoj që kam besim që mund të bëjë një ndeshje jashtëzakonisht shumë mirë dhe mund të vazhdojë në ritmin e atyre ndeshjeve që ka zhvilluar eliminatore, edhe mund ta kaloj këtë të paktën tek turën e parë kundër Slovakisë, patjetër që edhe e ka pak më të lehtë se Shqipëria, por mendoj për të vazhduar një ndeshje. Pas ndoshta Kosova mund të ketë vështirë Turqina apo Rumani. Pastaj del Turqia ose Rumania, po me shumë bindje unë mendoj që mund të jetë Turqia dhe pastaj, po gjithsesi shpresojmë shumë për të dyja skuadrat tona. Që të paktën ta kalojnë këtë gjë sepse është historike për të dyja dhe kjo do ishte gjë e madhe për ne si kombë. Edhe për informacion për ata që në ndjekin dhe që janë shumë sportdashës, kolegu Stavro Dimitri më thot që Jasir Hasani, Ansor, Klinsmann Cake, mbrojtës në Nazmi Gripshi kanë mbetur jashtë listës, sepse jo të gjithë mund të jenë të gatshëm. Këta tre kanë mbetur jashtë listës dhe sot nuk mund të marrin as një minutë, pjesa tjetër është e gatshme. Bilja, faleminderit shumë, kënaqësi, ju urojmë shumë me shpirt, me dëshirë dhe me çdo gjë tjetër. Shumë suksese kombëtarës Shqipërisë dhe Kosovës. Faleminderit shumë dhe ju dhe uroj shumë që ta kalojmë këtë ndeshje dhe të vim prapë për ndeshjen kundra Suedisë ose Ukrainës. Çfarë tjetër do të jetë akoma dhe më madhe. Me më të madhe. Faleminderit ditë mbar, faleminderit ju që na ndoqët. Mbritëm fund programit Shtypi ditës dhe për mëngjesin e sotëm. Shndroni Report Televizion, vjoni me Rezet Dielli, ju uroj shikim të këndshëm.